Vllaznimi I cili pas 29 viteve është në finale të një gare apo Sigart Prishtina, skuadra më e trofeshme e gjitha kohëve basketbollit pavarur kosovar me 40 trofe, e cila finale së Ligës Unike ja bën sefte. Cila nga këto dy skuadra do të ngrit këte trofe të bukur dhe shumë të shmuar të ligës e cila ka bashku sportin barkombëtar shqiptar. Kjo mbetet të shihet pas 40 minutave fantastike. Andersonin, Hellemsen, poshin Gjitobon dhe Don Polloshkën. Sigart Prishtina me Riki Tarantin, Fisnik Rugovën, Jordan Davisin, Rashid Malbashicin dhe Daniel Lekëndrejn, Gjonin dhe Adhe Goqajn, dhe komisioneri ndeshjes Haredin Zeka nga Peja. Për mrekulli atje me të parën depërton si arrojtje fenomenale kuqezime. Tarant betët I vetmuar dhe përgjigjet me treshin e parë për qërë e sulmit të Tarantit. Edhe një tentimi I Riki Tarantit dhe me 2 treshit duan 1-1 Jerry Cole Hellems, I cili depërton daljet nga Lekëndreja I re. Driblohet sidoqoftë. Malbashici depërton atje, bukur me përvojën e tij realizon përzuesit të lojës pick and roll. Sa bukur atje depërton deri në fund dhe posa hyri në lojë. Realizoi për 13-18, depërton deri në fund. Ton Hellems, Walker I vetmuar mbetet atje, tenton dhe treshën e realizon. Nuk ka shënim, Azemi, Hellems për Walkerin, për mrekulli atje, asiston dhe Rashid, fenomenale e Rugovës, në zakor mirë po, edhe Don Polloshka e vjedha top, por asiston drejt dhe në duar të Rugovës. Andersonin, Sinani, top I vjedhur nga Clark, mbrojtje të mira të dyja skuadrave tani. Në kosh, coast to coast, fluturon, Clark Gordon e çmonton për 25 me 22. Fenomenal është donte Clark në këto kundër sulmet e tij të shpejta atomike. Edhe një ka gigantin Malbashici që kalon atje për mrekulli. Edhe një herë Arjan Azemi I pandalshëm plus 6 për Kuqezin. Edhe një top I vjedhur nga Azemi I cili realizon. Shikoni se si e vjedh topin atje Arjan Azemi, e pret me shpin, e kalon atje, e kthen topin te Janjeva, I cili nuk ja çon huq këte pasim. Lekëndrej për Tarantin, lëviz topi shpejt, Donte Clark nga këndi atje. Ja dhe njerë treshja Donte Clarkut nga këndi atje në asistim të Riki Tarant. Edhe 5 sekunda Hellems shkon deri në fund. Në fakt Anderson! Lojtari me numër 3, treshën në 30 e fundit të sekundës. Azemi tenton t'ja vjell Malbashicit, bukur për Clarkun, I cili depërton dhe realizon rezultat. 2 luftar të jashtëzakonshëm, Tarant I vetmuar atje, tenton dhe treshën e realizon për 42 me 45. Një dyshe për 4, edhe një top I vjedhur nga Donte Clark I cili e ngulit atje për 44 me 49. Një seri prej 9-2 në këto 2 minutat e para për Sigart Prishtinën. Shkëput Walker lufta, sa bukur atje Malbashici. Pigve dhe shëndroj në plus 7, Azemi për mrekulli atje, shmangët dhe u pa nga aeroplani se kjo treshe do të shkon të veni. Hellems duan 1-1 me... Pa, qfar shkëputja atje. Me Gjitobon depërton, bukur me Gjitobon I cili koshin e çmonton për mrekulli, asiston Azemi. Është ky asistimi I treti Azemit, 17 pikë, 3 asistime, 3 kërcime. Clark bukur atje, shtri për ballë ka Clarkun e sheh atje korridor. Sa bukur atje. Në paraqitjes në 3 finalet e deri tashme. Dhe ishte fituese e titullit të parë historik për Malbashicin.
është faul. E kthen topin jashtë Janjeva, lëvizje bukur, mashtruese dhe realizon. Do ta ngrit trofeun e Ligës Unike për mrekullim Alba. Hoppala, e ngriti Albashicit. Poloshka me një tentim nga 10 metra atje. Don Poloshka. Poloshka për Hellemsen. Clark atje për mrekulli, Deporton realizon 6-6. Ndalët, ufa, sa top i bukur i vjedhur nga Arjan Azemi. Anderson realizon, kërkon faul atje. Ricky Tarrant atje, Deporton realizon. Shkon atje, Qito bo tani, Don Poloshka, edhe një top i vjedhur. Tenton për tripik me treshe. Aj. E më pas në sken doli ky djalosh. Don Poloshka fenomenal me 2 treshet e tij nga Jupiteri, plus ato 2 gjuajtje të lira me asistime, topa të vjedhur. Çka boni ky djal? Erik Theu lojën. Sekonda, luan 1-1, mbi Janjevën, tenton dhe realizon. Tarrant në asistim të Janjevës për parazim rezultati. Edhe kjo gjuajtje e lirë e Dante Clarkut. Clark për Ricky Tarrantin, i cili realizon dhe parazon. Finale fantastike e Ligës Unike. Drame vërtet. Kërkojnë faul. Presje 5 sekonda deri në fund. E huq tentimin e parë. Mahal Bashic vjen atje dhe qetson Daniel Lekëndreja. Basketbollit. Adrenalina e mbrin maksimumin. Top i vjedhur atje. Arjan Azemi, i cili dalet në mënyrë të pallejuar dhe do t'i ketë tani 2 gjuajtje të lira. Por tensioni tani është i madh. Po 5 pare nuk i jep. Gjysmë finalen. I qetë jo, a do të kemi vazhdime. Aj, qka ndodh aty? Tenton atje Arbër Sinani, dhe në sekundën e fundit nuk e qëlloj, do të kemi vazhdime. Albashici për Poloshkën, për Sinanin, i cili vendos të Deporton. Edhe me qyk zorit realizon atje. Edhe të një Anderson rollingi ti. Azemi Deporton deri në fund. Edhe 7 sekonda. Arjan Azemi për Walkerin, i cili shkëputët për treshe. Aj, 86 me 83. Antoine Walker. Bjemni ti do të thot me ec, po jo kyqim, jo që po ec. 41 në total, betët të shihet. Sinani, Menzakorin, Clark, Deporton deri në fund të realizon rezultatin në 87 me 86 e afron 29 viteve. Ishmangët atje. Qfar fauli atje. Në situatë më të mirë. Andersonit. Dhe kësa radhe, kapiteni është i sakt. Dere në fund, realizon edhe të dytën. Ka do të shkon për 3 pik. Jo, shkon dere në fund. E ngulit coast to coast. Edhe 7 presje, 2 sekonda. Poloshka, topin për Arbër Sinanin, i cili realizon për 91-88. Fis Rugova nga gjysma e fushës, Gjuan nuk realizon. Dhe vllaznimi e fiton Ligën Unike. Don Poloshka mbetet në ato 8 pik, 7 kërcime, 6 asistime, mirë po ato 8 pikët e ti erdhen. Arjan Azemi, djaljoshi i cili përkundër vështërsive të ti personale, familjare, ja tani, Dijoni, MVP. Dhe me kapitenin driton racin dhe shkumbin kumnovën legendat e vllaznimit që për 29 vite nuk e ngritën trofeun deri sonte. Vllaznimi i Gjakovës është fitues i trofeut të Ligës Unike 2025.
urime vllazënimit, urime qytetit të Gjakovës, adhurues të basketbollit.